para luftës tonë në Kosovë, abuzues me drogat, numri ka qenë, po foli për Ferizajin tonë, nuk i ka kalu dy par gishtat e durve, do në 2 durve, 10, ma shumë s'ka pas. Sot, është trishtim veç me menu atë numër në Ferizaj. Në Kosovë, po supozojmë kanë qenë pelon një numër që nuk e besoj që e mrin atë, është dikun, ka qenë dikun po elon 500. Sot, si pas labirintit, që është një organizatë cila mirët me dukurinë e drogave, ata thojnë se numri kam rri mbi 50.000. Unë jam shumë i nderumsat që jam pranë jush, jam një vëllai juaj, jam një njeri cili besoj njeriut edhe e duket njeri, edhe gjithë së bashku duhet bashkohemi dhe errësirën e cila e ka mbulu varësinë e trive nga drogat, nga narkotikët, duhet të gjithë bashkë ta luftojmë, të gjithë bashkë t'ja bojmë një argat që thot populli. Si kur e thot dhe një vizionar shumë i madh, zotre Martin Luther King, errësirën nuk e hjek errësira, por atë e dëbon vetëm drita. Kërcënimi i abuzimeve me drogë është një çështje serioze, sociale që prek të rit e lodhës tonë, kryesisht prej moshës 14 vjeçore tutje, dhe e cila është rrezik për popullatën, veçanërisht edhe për të rit, po edhe për të moshurit. Droga jo vetëm që përkeqëson shëndetin publik, por gjithashtu nxit kriem, dhunë familje, si dhe rënien ekonomike. Trajtimi i këtij fenomeni kërkon një qasje bashkëpunuese me agjencitë e zbatimit të ligjit, ndërgjegjësimit në shkolla, kopshte dhe vende publike, ndihmojnë në uljen e kërkesës për përdorimin e drogës nga të rinjtë e vendit tonë. Vlen të theksojmë se shumica e këtyre rasteve, si për përmendur vijnë si pasojë e nivelit të ulët të edukimit, që kanë personat që shkaktojnë këto vepra. Andaj, për normalizimin e këtoj gjendje kemi këtoj gjendje të keqe dhe shumë të shëmtuar, duhet të investojmë në edukimin e fëmijëve dhe popullatës në përgjithësi. Unë edhe si imam i kësaj lagje, zbashku me zotre Salihun, edhe me gjithë të tjerë këtu, kemi ardhë në përfundim se me emrin e Zotit të gjitha dukurit negative, ne do t'i vetëdijsojmë njerëzit tanë, 33 tona, mënyrë që të ecim përpara dhe prindrit tanë ta shohin një dritë për evlat e tyre dhe nanat e shqiptarisë, nuk ka nevojë me qajt për bitë e tyre që mba pjesë e varësisë të drogave dhe të narkotikëve. Prandaj edhe ky event, kjo konferencë për ndërgjegjësimin tonë të gjithë së bashku për t'i parandalu këto dukuri negative, është shembull praktik i cili ofrohet madje edhe model vendit tonë edhe nivele lokale, po pse jo edhe në ato qendrore. Duke u bazuar në raportin UNODC, raporti botror për droga nga zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin, në vitin 2024 kemi një rritje të përdoruesve të substanca narkotike në mbar globin. Dhe numri i përdoruesve në botë është mbi 200 milion përdorues. Sa i përket situatës së abuzimit me substanca narkotike në qytetin e Mitrovicës, droga më e përhapur është marijuana. Mirë po, viteve të fundit kemi një rritje të përdoruesve të kokainës. Rritja e kokainës në treg sipas analizave të hetuesve të antidrogës është sasia e konfiskimit të kokainës nga policia. Në shtetet e rajonit ka pranime të mëdha të kokainës. Ulja e çmimit në treg, grupet e organizuara kriminale të rajonit, konkretisht grupet e organizuara kriminale nga Shqipëria, janë vendosur në vendet ku prodhohet kokaina dhe bëjnë blerjen, transportin dhe shpërndarjen në Evropë nga vetë grupi kriminal. Domethënë tash prej vendit e kryen
gjitha me transport, me blerjen e blen vend atje ku prodhohet kokaina, edhe bojnë transportin në për gjitha shtetet e Evropës, edhe të ne. Para disa vite kokaina ka qenë një ndër drogat më të shtrejta në vendin tonë, ku 1 gram ka kushtuar deri 100 euro. Mirë, po shpërndarësit e kokainës kanë ndryshuar strategji duke ndarë gramin e kokainës në 10 vende, nga 0.1 ose 0.2, kështu që në rrugë shitet prej 10 deri 20 euro. Përdoruesit e kanë më të lehtë që të vinë deri tek blerja e në dozët kokainës, sa i përket çmimit. Është një dukuri e mirë në Kosovë që droga më e rrezikshme, heroina, ka një rënje të dukshme. Po ashtu edhe përdorues të heroinës ka shumë pak në qytetin e Mitrovicës. Është fati i madh që drogat e rrezikshme me të cilat shtetet më të fuqishme në botë kanë probleme të mëdha, si për shembull fetanoli, nuk është prezent në Kosovë. Por nuk do të thotë që në të ardhmen nuk do të vinë edhe në Kosovë këto droga të rrezikshme. Grupboshat më të prekura nga kjo dukuri janë të rinjet, kështu që ne si polici, prindërit, mesimdhënësit, predikuesit fetar, organizatat e ndryshme, duhet që së bashku të bëjmë maksimumin që të vetëdijsohen të rinjt, që të mos të bien prej e grupeve të ndryshme kriminale, dhe të përfundojnë si përdorues apo shitës të substancave narkotike. Kërkojnë nga prindërit që të kenë një marrëdhënie të afërt me fëmijët e tyre, që të bisedojnë dhe t'ja u shpjegojnë pasojat e abuzimit me substanca narkotike. Sidomos me fëmijët e moshës deri në 18 vjeç, që t'i kenë në kontroll, të kenë një kontroll mbi ta dinë se me kemë shoqërohen dhe se kur rrinë në orët e vona të mbrëmjes. Në qoftë se vrejnë ndryshime në gjendjen e tyre emocionale apo fizike, të bisedojnë me ta, të kontaktojnë edhe neve hetuesit e antidrogës ose ndonjë psikolog që të gjithë së bashku të bëjmë të mirën për fëmijët tonë. E na nuk kemi aeroport, por me emrin e Zotit na do të bëhemi model që 33-jave tona t'ju thojmë blok nga varësia drogës dhe narkotikëve. Kjo është shpresë e madhe. Prandaj me këtë ambicje të lartë, gjithë së bashku mund të rrugtojmë drejt sukseseve të përbashkëta. Kjo arrihet me anë të leximit, studimit, përkushtimit. Suksese për gjithë. Urno Zotëre shkëlzen, na ke ndëru me plot kuptimin e fjalës me prezencën tuaj e bardha që vret, por nashta don Zoti na shkruan një libër tjetër në të ardhmen e afërt e bardha që zdret. Fatkeqësisht ne si prindi kemi tradhtu fëmijët e tonë. Tradhtia më e madhe që është bë atyre, konsideroj që është që në këtë kohë fëmijët e tonë i kanë pas edhe vazhdojnë të kenë 2 oferta. Njëna ofertë është nga familja dhe prindrit e cila konsiston në moral dhe dashuri, edhe oferta tjetër është e rrugës edhe e dilerëve drogave e cila konsiston në degenerim. Fatkeqësia është se një pjesë e konsiderueshme fëmijëve tonë ju kanë përgjigjë asaj oferte. A thu pse? Sepse ne si prind kemi dështu dikun. Tradhtim që e potencova më herët, ndoshta e kemi rrit deri në atë pikë për arsye se nuk kemi qenë të vetëdijshëm se çka është ndodhur me situatën tek fëmijët e tonë. Prind dashur, e shumë të respektuar. Rinia është shumë rrezik. Unë nuk e kam për qëllim që të ndjell panik, po edhe me fshi ato në emër të asaj se mos po merakosët një prind më shumë se sa që duhet, unë nuk e kam jetë as këto. Situata është keq me fëmijët e tonë. Po e tham këto sepse ballafaqohemi thujase në bazë auditore me fëmijë të cilët janë viktim e kësaj dukurie shkatërruese. Unë po ja u jap një shembull se çysh është zhvillu edhe çka do të na pret nëse na nuk i marrëm hapat e duhur për parandalimin e kësaj dukurie. Imagjinone, para luftës tonë në Kosovë, abuzues me drogat numri ka qenë
po foli për Ferizajin tonë, nuk i ka kalu dy par gishtat e durve, do dy durve, 10, ma shumë s'ka pas. Sot është trishtim veç me menu atë numër në Ferizaj. Në Kosovë, po supozojmë kanë qenë pelon një numër që nuk e besoj që e mrin atë, është dikun, ka qenë dikun po e lom 500. Sot, si pas labirintit, që është një organizatë cila mirët me dukurinë e drogave, ata thojnë se numri kam rri mbi 50.000. Nuk është shqetësus numrin vetë vete. Shqetësus është fakti se qysh është rrit ky numër, edhe qysh vazhdon të rritet ky numër. Nëse prej 500 personave kemi mri për 2 dekada në 50.000. Imagjinoni prej 50.000 sa ka me shku numri, Zotin na ruaj. Unë me që këtu ka dhe ligjërus fetar, kem imam, edhe një pjesë e madhe jemi i takojnë besimit islam, po e përmeni edhe në terminologjin daveti, thirrja. Nuk e kanë për kushtimin më të fort, më të fuqishëm, edhe pse buron prej dashurisë edhe prej dashnisë që e kanë për Zotin imam në thirrje në fe, ose priftërin në thirrje në fenë e tyre, krishtere, përgjithësi kleri, sa e kanë dilert e drogave edhe abuzuesit me drogat, vullnetin dhe dëshirën dhe përkushtimin për me degradu këtë shoqni. Arsyeja është kjo, sepse te ta buron nga zjarri i brendshëm. Ata kanë nevojë, dilert kanë nevojë për ma shumë pare. Tu i helmu trupat e fëmijëve tonë, tu i përdor trupat e fëmijëve tonë për biznesin, për pasurinë, për shtimin e pasurive tyre, ata përdorin edhe metoda të ndryshme se qysh me naj deviju fëmijët e tonë. Madje goxha sofistikuse, sa që kemi mri në atë pikë, që sot të rinjt tonë turprohen pse nuk përdorin drogë. Pa që vret. Ky libër është një libër i cili po u lexua nga fëmijët, nga trit, konsideroj që gjasat janë shumë të vogla me deviju fëmijët. Arsyeja është e thjeshtë. Zakonisht devijimet na vijnë mungesë të informacionit. Nuk kemi informacion të bollshëm, prandaj devijojmë dhe lajthitemi. Unë e kam pat rrugës që me shkru këtë libër. Ky libër është roman, sepse romanët janë më të shishme për lexim. Edhe kam dashur me deportu sa ma thellë të shoqëria dhe të trit me ju ofru roman me lexu. Por në këtë roman ka vujtje të jashtëzakonshme, reale, të cilat ballafaqohen abuzuesit dhe familjarët e tyre që abuzojnë me droga. Vujtjet janë ekstreme. Dashur. Droga është një diçka e cila e rënon jo veç të tashmen e fëmijëve tonë, po e rënon edhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Imagjinoni, abuzuesit me drogat nuk mendojnë mrena 24 orëve për asgjë gjatë tjetër vetëm se qysh vinte një gram drogë. Që nënkupton se e tër bota e një triu shndërrohet në një gram drogë. Ati i vdesin ambicie, i vdesin dëshira, sepse janë mbyt droga. Ai nuk menon as për babën, as për nanën. Raste të shumta kemi që shkaktar droga e ka vrarë nanën, e ka vrarë babën. Imagjinoni deri ku degradon abuzuesi me drogat, sepse ka një fuqi të jashtëzakonshme për me dhezë një zjarr të brendshëm varësia drogës. Mos t'i lejojnë në asnjë mënyrë fëmijët e tonë. Kontriboni me atë sa moni, me atë sa dini, te fëmijët e juaj, te nipat e juaj, te mbesat. Droga nuk është një dukuri e cila është veç me drogën edhe kaq. Jo, është burimi i shumë të këqijave. Droga është burim i krimit, i vjedhjeve, i vrasjeve, i prostitucionit. Sot, me degradu deri në këtë pikë na, vetëm se nuk po di me ju qas fëmijëve tonë, është mjerem. Nëse një prind nuk din me ju qas fëmijës vet me edukim, kisha sugjeru, këshillohuni me psikolog,
me kompetent, nëse fëmijën s'u leçon te psikologu, për çfarë do arsye, sepse e ke hub autoritetin te fëmia yt. Atëherë ti shko te psikologu dhe merr këshillin se çysh me trajtu, për shkruja, karakterin, veprat, vesët, reagimet e fëmijës tonë. Ky është një problem familjar, shkollor, shoqëror, edhe mbi të gjitha një problem njerëzor dhe emocional. Unë flas sot ju se dikush që gjykon, por është një psikolog klinik që çdo ditë sheh pasojat e heshtura të një përdorimi që fillon shpesh me një mënyrë të padukshme, një cigare hashashi, në një ndej, një tablet e lehtë për të kaluar një ankth apo një ankthënie provimi, apo një pluhur i bardhë që thotë të xeni, e që ta merr jetën. Shumë shpejt, kjo bëhet shumë shpejt, por kjo bëhet edhe rutinë pastaj shndrohet në nevojë dhe në fund një varësi që rënon gjithçka. E vetbesimin, marrëdhëniet, familjen, shkollën dhe shpesh edhe jetën. Po du me i siguru prindrit që janë këtu se për çfarë do ngjarje që ndodhen në shkollë, e të cilat këto vitet e fundit janë shumë pak, ndoshta 15 minuta i duhet policisë të shkollave që janë me u paraqit në shkolla, nëse i thirr drejtori, drejtoresha e shkollës. Këtyre ditëve dhe unë jam në lëvizje në takime me këshillat e prindërve, me 2 tema kryesore. E para është rezultatet edhe sukseset e nxënësve, që i përmendi kolegu, arritjet akademike të tyre, çka duhet me bo na si mësimdhënës me ndryshu, që ata me uni ma mirë gjatë nxënit, po edhe komponenta e dytë me prindër është elementet e sigurisë në shkollë. Asnjë fëmijë nuk ka drejt me nguc tjetrën, pavarësisht të drejtave të pafund që i ligjerojnë organizatat e ndryshme. Ne kemi vë përgjegjësinë e prindit edhe të nxënësit përpara në mënyrë që t'jemi më të qetë nga aspekti i ndjesisë së sigurisë brenda objekteve të shkollave. Bashkëpunim me policinë kemi identifikuar sjelljet devijante dhe delikuente të nxënësve dhe në disa shkolla që janë më të mëdha na kanë dalë 3 deri në 4 nxënës që vinë me familje të niveleve të vështira ekonomike, sociale, me probleme të familjeve të ndarë, do me thonë divorcum prindërit dhe gati fëmijë pa përkujdesje. Pra, kemi bë përpjekje me identifiku në mënyrë që shpesh as policia e as organet e sistemit arsimit nuk kanë çfarë t'i bëjnë më shumë fëmijët, sepse dikon të zinxhiri i këtij problemi kemi vështërsinë në mbyllje të masave që i dashmi marr. Pjesën më të madhe të rinisë e hasim fatkeqësisht në kotësi. Rinisë i mungon familja, me të cilën do ta përmbushte këtë boshllëk. Rinia jonë ndjen boshllëk në punë dhe në ditët e pushimit. Çështje kryesore e shumë asociacioneve, organizatave jo qeveritare dhe institucioneve është rinia dhe problemet e saj, me drogën dhe veset e tjera. Pa i llogaritur ata që konsumojnë dohanin dhe belat tjera. Bëhet fjalë për statistika dhe numra të mëdhenj të rinisë e në veçanti në fokus është rinia e këtij vendi. Jeta e njeriut është një vlerë e shtrenjtë dhe e çmueshme. Është një dhunti nga ana e Allahut të plot fuqishëm, të cilën secili prej nesh duhet ta kultivoj e ta fisnikroj me vepra të mira e të pëlqyeshme. Jeta thjesht është një udhtim që fillon nga një pikë e caktuar e që mbaron në një cak të caktuar. Sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet njeriu në këtë botë janë dëshmi e qartë se ky njeri bart një përgjegjësi të madhe mbi supët e veta, mu për faktin se ekzistenca e tij në këtë univers ka një domethënie të madhe.
gjatë shtëgëtimit të tij në këtë botë. Njeriu si krijesë me intelekt dhe i pajisur me të gjitha veçoritë që e dallojnë nga krijesat e tjera. Megjithatë, ka nevojë për një program hyjnor, i cili do t'i mundsonte dhe do t'i ndihmonte që t'i përballonte me sukses të gjitha sfidat gjatë këtij udhëtimi. E ky program i përkryer hyjnor është feja, e cila gjatë historisë padrejtësisht është anatemuar deri në skajshmëri, duke i mbeshur asaj edhe gjëra të paqena e të paqëndrueshme. Feja është tërësi rregullash hyjnore që njeriu e mençur në bazë të vullnetit të tij e çojnë drejt lumturisë dhe mirëqenies së kësaj dhe të asaj bote. Feja ja tregon njeriut natyrën dhe karakterin e tij, nga ka ardhur dhe ku do të shkojë, ja mëson qëllimin përse ai ka ardhur në këtë botë. Ja kupton detyrat e robërisë ndaj krijuesit të vet dhe detyrat e njerëzillëkut ndaj krijesave si ai vet. Gjithë jemi dëshmitar se çka bën policia e Kosovës për këtë popull, duke pas parasysh që policia e Kosovës buron pej popullit, vjen pej popullit, i ka brengat me popullin dhe bashkëpunon me të, dhe është në detyrë 24 ditë, në 7 ditë javës, do me thonë non stop në luft kundër dukurive negative për popullin. Organet represive, do me thonë policia e Kosovës, e ban preventivën e saj. Mirë po mos harroni që policia e Kosovës ka ardhur me shumë mund deri sot. Ne me nxjerr ban shtet, duke pas parasysh se sa kena pas të vronë, sa kena pas të humbun, dhe kjo krejt është në aspektin e sigurisë, dhe është kjo krejt në aspektin kriminalistik. Ne kem humbur familjet tona. Bjemët dhe vajzat, edhe fëmijët e tanë, bitë e atdheut tonë, ato valë si kur kishu mujtë mënyrë hipotetike, me pas në gjallë i lazën sot, edhe me i thonë se në Kosovë jënë për mbi 50.000 përdorus të narkotikëve, që jenë 33-ja, qysh do ta kishë ndi vetën ai, burr me plot ato gratë të tjera, heroj dhe heroina tona që dhanë jetën, që ne sot jetojmë të lirë në pavarësinë e shtetësisë të Kosovës tonë. Ja kemi përç, prandaj mos të lodhemi, po të rrugtojmë të gjithë së bashku drejt një kauzët përbashkët të arrim kënaqësinë e krijuesit ton për me çuar në vend emanetin e dëshmorëve tanë. Për 3 vite erdhë baba e nona e një djalit 17 vjeçar, edhe më lutën shok mjek, ta na gjinohat i pa që marë, bese e Zotit këvdhon, e në mbromje natën vonë, ja jep një leksion djalit që me kurtanis, se i kam 2 djem, njonin 11 vjeç, njonin 5 vjeç, mi infekton. Mërë me mend, ku nona dhe baba pranojnë në atë mënyrë me ekzekutuar djalin e saj, dhe tyne, çka do me thonë, zemra e prindit, çka duron. Edhe një rast tjetër, ky pak është më shqetësues. Veç një djalë e kishin nona dhe baba. Mas shumë vjetë martesi, gjo zoti me djalë, mirë po a i bëhet përdoros i drogës. Vinë nona e baba të unë, edhe më lusin. Thjeshëm veç zoti që kish falë, shok mjek, e kim një lutje. Po pranojmë të dytë që shumë vena me na pre me skalpel në ftyrë, edhe me na kep, e na djalin tonë me denoncuar polici edhe më burgos që me ja dhonë disa vite burg. Me të vetë më shpresë
që ai ma vonë do të lej drogën. Mërë me men, kur pranohen, me sakatu ftyrën e vetë 5-6 vena, vetëm me pësu djallin e vetë. Inshallah e në mizat në animon, se me të vërtet është shumë shqetësu se nuk po mi ma shumë.